Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe ai mesazh është shtëpia. Kjo letër në fakt flet për siguri, stabilitet, shtëpinë fizike dhe ndjenjen e përkatësisë të dashur Virgjëresh. Ka të bëjë me gjërat që ndërtuan për të ndjerë të sigurt, qoftë shtëpia ku jetojmë, familja jonë apo rregullit që kemi krijuar rreth vetes. Ndonjëherë kjo letër flet për ambientin ku jeton dhe sa ndihesh realisht rehat aty. Marrëdhëniet familjare, lidhjet që të japin ndjenjen jam në vendin tim. Është ajo pyetja që i bëjmë vetes, nevojën për të ndjerë të sigurt emocionalisht dhe fizikisht, ndoshta edhe për krijimin e një baze të fortë, një nevojë për të ndjerë të sigurt dhe stabil, për diçka të re, një projekt, një marrëdhënie apo një fazë të jetës stabile. Ndoshta është dëshira më shumë se nevoja. Të dashur, kjo është, a ke nevojë të ndërtosh më shumë stabilitet apo të mbrosh veten nga ndikimet e jashtme? A është kjo që po ndërtoj një vend ku zemra ime ndjehet e qetë? Të gjitha këto ndoshta duhet bërë vetes, për ata që e gjejnë veten në këtë mesazh. Shtëpia nuk është gjithmonë, të dashur Virgjëresh, një ndërtesë. Është ndjenja që të mbështjell kur je aty ku je pranuar, i sigurt dhe i lirë të jesh vetja. Çfarëdo që ndërton, ndërtoje si një streh për shpirtin tënd. Kur shpirti është në paqe, aty është shtëpia juaj. Të dashur Virgjëresh.